Inflacioni në Shqipëri u ngjit në 3% gjatë muajit maj. Të dhënat e publikuara nga Instat tregojnë se norma vjetore e inflacionit u rrit me 2.8% në prill dhe 3% në maj, niveli më i lartë i viteve të fundit, duke reflektuar pasojat e luftës në lindjen e mesme. Megjithse krahasuar me muajin prill, çmimet e konsumit shënuan një rënje të lehtë prej 0,04%, në terma vjetor ato vjojnë të rriten, të nxitura kryesisht nga kostot e transportit, energjisë dhe strehimit. Grupi me rritjen më të fortë të çmimeve mbetet transporti, me një rritje vjetore prej 7.8%, ndërsa sigurimet dhe shërbimet financiare u shtrenjtuan me 4.9%. Po ashtu, grupi qera, ujë, energji elektrike, gaz dhe karburante të tjera, si dhe argëtim, sport dhe kulturë, shënuan rritje prej 4.2%, ndërsa ushqimet dhe pijet jo alkolike u rritën me 2.2% krahasuar me një vit më parë. Sipas Instat, ndikimin më të madh në inflacionin total e dhanë qerat dhe karburantet me 0,84 pikë përqindje, të ndjekura nga ushqimet dhe pijet jo alkolike me 0,76 pikë përqindje, si edhe transporti me 0,51 pikë përqindje. Edhe çmimet e ushqimeve vijojnë të ushtrojnë presion mbi buxhetet familjare shqiptare. Sipas të dhënave, rritjen më të fortë e kanë shënuar peshku dhe produktet e tjera të detit me 9.2% krahasuar me maj në një vit më parë. Pas tyre renditet mishi i freskët me 4.2%, frutat e freskëta dhe të thata me 3.9% dhe kafshët e gjalla e produktet e mishit me 3.6%, ndërsa grupi i përgjithshëm i ushqimeve dhe pijeve jo alkolike është shtrenjtuar me 2.2%, duke konfirmuar se ushqimet mbeten një nga faktorët kryesorë që ushqejnë inflacionin. Rritja e inflacionit në nivelin 3% vjen në një moment kur Banka e Shqipërisë ka deklaruar se objektivi i saj është stabilizimi i inflacionit rreth këtij niveli.